Kandidati i Partisë Demokratike për deputet në qarkun e Elbasanit, Tomor Alizoti, zhvilloi një takim me ish të përndjekurit politik, ku në fokus ishte nevoja për vendosjen e drejtësisë së munguar dhe rikthimin e dinjitetit për ata që kanë vuajtur pasojat e regjimit komunist. Përpara të përndjekurve politik të qarkut të Elbasanit, Alizoti theksoi se Shqipëria në kohën e komunizmit përjetoi kombinimin e dy koncepteve totalitare më të rrezikshme të botës dhe se plagët e së shkuarës janë ende të hapura. Kjo është një fatkeqësi shoqërore, jo vetëm shtetërore. Shqipëria përjetoi kombinimin e dy koncepteve totalitare më të rrezikshme të botës, të Stalinit dhe të Maos, që kalonin edhe sistemet e frikshme të vitit revolucionor, të cilët prodhuan një mini kriminal dhe super kriminal që ishte babai i Partisë së Punës, sot në masa tjera i Partisë Socialiste. Të gjithë kish pasardhësit biologjik, politik, kulturor të Partisë së Punës. Ky është fakt historik. Duhet të unifikohemi rreth forcave të mëdha. Për shumë arsye. Çdo çaja e jonë favorizon atë. Tomor Alizoti u bëri thirrje qytetarëve që më 11 maj të zhdukin nga qeveria pasardhësit e regjimit komunist dhe të votojnë ndryshimin.